Siguria në institucionet e drejtësisë mbetet një nga çështjet më të ndjeshme dhe me rëndësi të veçantë për funksionimin normal të sistemit gjyqësor. Në këtë kuadër, gjykata e Vlorës pritet ndërmarr hapa konkret për forcimin e masave të sigurisë, duke vendosur në hyrje të godinës një skaner të ri, i cili synon të risndjeshëm kontrollin dhe parandalimin e incidenteve të mundshme. Këtë fakt e ka konfirmuar edhe kryetari i gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, Fiorald Behari, i cili theksoi se nevoja për shtimin e masave të sigurisë është bërë edhe më urgjente pas ngjarjes së ndodhur në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Sipas tij, ky incident ka rritur ndjeshëm kërkesën për garantimin e standardeve më të larta të sigurisë në të gjitha gjykatat e vendit. Në gjykatën e Vlorës aktualisht janë marrë një sër masash për të garantuar rendin dhe sigurinë. Të gjitha sallat e gjyqeve monitorohen përmes kamerave të sigurisë, ndërsa kontrollet fizike në hyrje janë bërë pjesë e përditshme e procedurave. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 janë shtuar edhe 3 punonjës sigurie, duke forcuar më tej praninë dhe reagimin në raste emergjente. Instalimi i skanerit të ri konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës së sigurisë. Kjo pajisje pritet që të mundësojë kontroll më detajuar të personave dhe sendeve që hyn në ambientet e gjykatës, duke minimizuar rrezikun për ngjarje të padëshirueshme dhe duke krijuar një midis më të sigurt për gjyqtarët, avokatët dhe qytetarët. Sa i përket sigurisë, është një element i cili patjetër që është i rëndësishëm, por gjatë vitit 2025 ka qenë më i rëndësishëm edhe për shkak të fatkeqësisë dhe ngjarjeve që ndodhin në gjykatën e apelit në Tiranë. Jemi munduar me mundësitë që kemi pasur në aspektin e burimeve njerëzore dhe infrastrukturës të përshtasim dhe të rrisim sigurinë në ambientet e gjykatës, jo vetëm për trupin gjykuese dhe stafin, por edhe për të gjithë përdoruesit e gjykatës. Në këtë rast falenderoj edhe drejtorin e policisë vendore, i cili ka qenë edhe ka treguar gatishmërinë për na suportuar në këtë drejtim në rastin kur kemi patur nevojë. Atëherë, gjatë vitit 2025, pranë gjykatës kanë ushtruar detyrën 3 punonjës sigurie, të cilët janë alokuar një punonjës në hyrjen kryesore për menaxhimin e fluksit, një punonjës në sallën e gjykimit, në sallat e gjykimit në katin e parë, ndërkohë një punonjës tjetër në sallat e gjykimit në katin e dytë. Sa i përket infrastrukturës për sa lidhur me sigurinë, kanë qenë gjatë vitit 2025 2 detektorë metalik të shpërndarë në 2 katet e godinës, si dhe rafte metalik për dorëzimin e sendeve personale, ku në mënyrë të qartë punonjësve të sigurisë është bërë me dije që përdoruesit e gjykatës përpara se të futen në sallat e gjykimit duhet që të vendosin sendet personale në këto ambiente. Ambienti është në totali i survejuar me kamera sigurie, ambienti i jashtëm, ambienti i brendshëm i gjykatës, si dhe sallat e gjykimit patjetër, të cilat garantojnë, po themi, një siguri sa i përket vëzhgimit të tyre. Administrohen pamjet filmike nga një staf i dedikuar për këtë qëllim nga ana e gjykatës, ku kujdesemi patjetër për mbrojtjen e dhënave personale të individëve. Duhet të bëjmë dije faktin, sikundër u parashtrua edhe më parë, gjatë muajit dhjetor 2025 kemi arritur që të prokurojmë një skaner për kontrollin e çantave dhe sendeve të tjera të palëve ndërgjyqëse, i cili do të instalohet në hyrjen kryesore dhe do të rrisë në mënyrë të ndjeshme sigurinë në gjykatë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Këshillit të Lartë Gjyqësor Ermona Muçi është shprehur se ngjarjet e rënda ndikojnë jo vetëm në aspektin e sigurisë fizike, por edhe në cilësinë e ushtrimit detyrës nga ana e magjistratëve, avokatëve dhe palëve në proces. Sipas saj, rritja e sigurisë lidhet drejt për drejt me solemnitetin dhe seriozitetin e shqyrtimit të çështjeve gjyqësore, duke ndikuar në krijimin e një klime më të qëndrueshme dhe profesionale. Pavarësisht të punës së tyre të përditshme, të cilat janë edhe qenie njerëzore të cilat ndikohen nga çdo lloj presioni apo çdo lloj situate cila ata mund të përballen gjatë gjithë veprimtarisë së tyre. Se mendojmë që një ngjarje nuk mund të ndikojë, një ngjarje edhe rastësore ndikon tek cilësia apo tek botkuptimi të dija e magjistratit apo qoftë edhe avokatit apo qoftë edhe palëve. Pra, kjo nga rrit sigurinë e magjistratit, po nga ana tjetër ka të bëjë drejt për së drejti me solemnitetin e çështjes, ka të bëjë drejt për së drejti edhe me atë fitimin hapasapi të besimit që ka publiku ndaj magjistratit, duke parë që magjistrati punon në kushte sa më normale. Masat e reja që pritet të zbatohen në gjykatën e Vlorës janë pjesë e një qasje më të gjerë për forcimin e sigurisë në sistemin gjyqësor shqiptar, duke synuar garantimin e rendit, mbrojtjen e jetës dhe integritetit të gjithë aktorëve
të përfshirë në procesin e drejtësisë.